Gjithë paratë shkojnë për punësime. Ky është krimi zgjedhor, që duhet ta hetojë SPAK-u. Kontratat e përkohshme në ministri, ku ligji thot duhet të jenë me shërbim civil dhe me konkurs publik, dhe aty ka qindra e qindra punonjës që janë me kontratat përkohshme që marrin pak pa shkuar në punë. Ky është krimi zgjedhor. Dhe kjo është forma me cilët ai garanton këtë numër votash me cilët krenohet. Askush nuk thot Armela që që PS-ja nuk i ka 500, 550.000 apo dhe 600.000 vota. Çështja shtrohet sa i ngrej një makineri të plot antiligjore për të siguruar pikërisht këtë 150 apo 200.000 vota për të ruajtur pushtetin. Tani, në logjikën time, unë jam një person që paguaj 23% taks. Po. Pse paguaj unë këtë taks? Pikërisht për të mbajtur këto kontratat e përkohshme në për ministri për të bërë pagat. Unë nuk e kuptoj nëse matematikisht dikush që paguan 23%, thot të vazhdoj të paguaj 23%, përbën një alternative që thot unë do të ta bëj 10%, kjo nuk ka ku të rri. Dhe në këtë kuptim, unë them që ligji po të respektohej, i cili nuk ndodh, dhe për fat të keq nuk ka asnjë mekanizëm mbrojtës apo organ ligjzbatues që ta vërë në dukje, pikërisht ne flasim për këto që ishte farsa e fundit e një sistemi që asnjëherë më shumë se sot nuk ka qenë pranë autokracisë. Ajo është për ne juristët, ajo është një gjë që sharake. Kur ishte task force e SPAK-ut? Si juriste dua një koment tani se të hënën mas zgjedhjeve ishte task force e SPAK-ut, apo mas një viti kur njerëzit ta kenë harruar se çfarë është bërë me zgjedhjet? Kjo është task force. Parimi është ky. Parimi i task force cili është? Parimi me cilën është i ndërtuar SPAK-u si organ kushtetues i procedimit penal është që ndodh vepra dhe pastaj hetohet. Pra, edhe pa pasur një task force, ky është parimi i funksionimit të SPAK-ut. Atëherë mua ç'më shërben task force për garantuar zgjedhjet, nëse ti më dënon mua 10, 20, 30 apo 50 punonjës të mesëm apo të ulët të administratës pas 2 vitesh. Asgjë, pra, ne këtu duhet të kuptojmë, kjo nuk është çështje as Partia Demokratike, as Partia Opozite, as Partia Zgjedhjesh me 11 maj. Kjo është çështje e një sistemi që është i kalbur, i një sistemi mbytës për të gjithë ne, dhe ku mbizotrojmë vetëm një grup i vogël, një grusht i vogël njerëzish që synojnë, kanë ngritur këtë sistem për të vjedhur vota, për të vjedhur vullnetin e njerëzve. Te sistemi dhe tek njerëzit do ndalen pas pak. Unë dua ndërkohë me ndihmën e regjisë që të ndjekim pak një episod që ka ndodhur vetëm rreth një orë më parë në Mosgaboj, ka qenë konferenca përmbyllëse për mediat e kryeministrit Rama, i cili sikundër i ka shpëtuar siç ai bën